para kohës, sepse çdo herë përparësi na ka dhënë neve vajzave, në krahasim me djemt. Edhe mandej sigurisht që edhe prej rrethit, unë gëzoj jam me fat që edhe bashkëshortin e kam në profesionin e njëjtë, edhe na shti kuptohemi shumë më lehtë te kjo, edhe fëmijët po ashtu, janë rrit do të thotë në një frym ku dominon edhe shpesh më kujtohet kur kanë qenë të vogël, kur keshmi ndonjë operacion që i lejshmi do të thotë robat hazër, ndoshta edhe antiplumbat ata, edhe e dim kujtohet djali i vogël një herë pa thonë tha, pse policia tha nuk e bën tha që mos me shkuet dyt, edhe mami edhe babi kur ka operacione se tani çka bëjmë na me ju ndodhi juve dyve diçka. Edhe ka qenë një diçka që unë e pata marr do të thotë shumë të mirëqen, sepse ka shumë bashkëshortë që punojnë në polici edhe fatmirësisht do të thotë nga ajo ide nështë edhe gjatë diskutimeve ka rrjedhë që shpesh do të tash në për situata sfiduese nuk marrin pjesë të dytë. Të mos jenë të dytë njëjtën. Absolutikisht. Po bashkëshortin e kam pasë mbështetje dhe vazhdoj ta kem akoma për gjatë rrugtimit tim do të thotë në polici edhe një jetë kuptohet do të thotë gjatë sfidave ka qenë një shtyllë shumë e fortë e imja edhe pse ai shumë është më i dopt emocionalisht sepse e di që smundja ime aty e kam pa dobësinë e tij. Edhe pse gjithë e kom pas si figurë të fort, mirë pa aty e kom pas që pas ka momente që të gjithë e kemi nga një pikë të dobët, të gjithë e kemi, kështu që është mase normale, edhe më i fortit jesh, pa e pas një pikë të dobët diku thellë është e pamundur. Ashtu është, sepse si figurë çdo herë do thotë e kam pasit fort në për situata shumë sfiduese, mirë po kuptohet ka njëherë situatat edhe jeta të rëzon ka njëherë, mirë po nëse të rëzon njëherë ti duhet ngritesh dy herë. Jam e sigur që ta bëjmë pyetjen shpesh, të jesh non mbi të gjitha, të kontribuosh për vendin tënd, të jesh policë, të mbash një uniform, të mbash një përgjegjësi, të jesh pjesë organizatave ndërkombëtare dhe shumë aktiviteteve të tjera krahas gjitha këtyre, duhet të kesh një vullnet të jashtëzakonshëm. Ashtu është, unë konsideroj që e kam atë vullnet dhe jam e sigur që ta bëjmë pyetjen se si ja del. Po, ma bëjnë këtë pyetje shpesh si ja del, sigurisht që pa mirë kuptimin e të tjerëve nuk ja kisha dalë, mirë po unë i konsideroj si shtytës në atë vullnetin tim, krejt këta që i përmende. Ma herët, po. Edhe sigurisht kur bëhesh non të ndryshon edhe këndvështrimi ndaj njerëzve, ndaj shërbimit që i jep, sepse derisa të bëhesh non nuk e kupton ndoshta rënjësisht atë çfarë po bën, mirë po prindërimit të jep do të thotë vullnet të jashtëzakonshëm sigurisht. Patjetër po. Çfarë do doja t'ju thoja gjitha, jo vetëm grave tani, po të gjitha atyre që janë duke kaluar nëpër sfida të rënda, qoftë duke përballur me një smundje, qoftë sfida të tjera me të cilat i përball jeta, sepse nuk janë vetëm smundjet, sfida në fund të ditës ka edhe shumë e shumë situata tjera. Do të thoja të qëndrojmë